Le të themi që në rast duam të flasim për edhe shpërndarjen e gjuhës mandarine, pra kinesishe, në Afrikë dhe me shkolla që pra dhe me ndërhyrje le të themi kulturore, prandaj flasim për soft power, për pra jo hard power të lidhur me një ndikim fizik ushtarak, por përmes kulturës dhe punës, pra nga ana ekonomike dhe kulturore, ne mund ta shohim që në 56-57 me konferencën e Bandungut, që bëhet për shtetet afrikane në Afrikë pas luftës dytë botërore. Pas luftës dytë botërore, pra në ndërtimin e drejt për drejt të dy bloqeve amerikan dhe sovjetik. Pra mbas kanalit Suezit, mbas krizës kanalit Suezit. Po. Por që Ti mendon që Kina u fut aty si balans? Jo, Kina u fut aty për të krijuar një ka shfut si balans për sa i përket se donte të ishte një pol i tretë. Po. Por, kur e pa që ato synimet amerikane dhe sovjetike nuk preknin Afrikën, ta po hyu njerë duke ndërtuar fabrika, duke ndërtuar shkolla për të shpërndarë gjuhën, edhe duke patur këtë lloj. Edhe ja ka dalë më së miri, se tani në rast se shkojmë në Senegal ose ne shkojmë në ato ka fshatra dhe zona të tëra që si dialekt të dytë kanë kinesishën aktualisht. Që e përdorin si gjuhë. Po. Shumë interesante. Po. Kam bërë një provim për këtë, për ndërhyrjen e Kinës në Afrikë. Është interesante një gjë që nga gjithë këto që thua ti, jemi drejt një fakti, drejt një konkluzioni, jam një konkluzion pra teza, antiteza, doli shumë bukur. Sinteza, kam frikë se mos dali një gjë tjetër që nuk është zëvendësimi i superfuqisë, se sa mund të jetë një ndryshim global i strukturës së përgjithshme të jetesës dhe të organizimit social. Kjo është më e frikshmja. Kjo është më e frikshme, po akoma nuk janë bazat e duhura, nuk kemi akoma bazat e duhura, sepse për mua është akoma një lloj akoma po rregullohen struktura dhe sovrastruktura, për të thënë që kemi një model fiks që është duke imponuar. Pra në rast se mund ta them. Deri tani pam që edhe radikalizmi të shtetet konservator ose ato që kanë një lloj tendence nga modelet e gabuara dhe totalitare të fillimit viteve 900, pra fashizmi dhe nazizmi, flasim si ato që janë kushurinë. Unë kam frikë që do kemi një lloj rikthimi. Do kemi dhe prap një lloj rikthimi në atë. Se më ka bërë një kafe. Më lartë, po. Ja specat e mushti. Faleminderit. Pa mish dhe i bëjmë, mirë? Se si dun këto tjerat me mish. Dugem tip që bëj naze ushqimet. Kujdet? Sa i papar. S'ka problem, ta fal këtë herë. Faleminderit. Tash për bleft nusë ja qunit, të boft të zmet nusë ja qunit. Hajti shallat lumë goja. Se vetëm për zmet i doni nuset ju. Jo, mos ta quni, unë jam, pas quni. Si pjeta? Ta drejtni? Ja, kam. Që do bërë sot me gropa? Edhe me gropa. Merë të hapë në gropë sot. Po mos a hap me pirun, me sfurë. Piru jo, se ka nërë lopata. S'kisha për ne, të selqoshin. Hape me dorë. është më dramatikë. Da me u prapë kopa të unë t'yna. Myllja, shumë mirë do bësh.
Po shumë mirë do bërë, se unë se shoh do të është bërë varrez. Tamam varrez. Ato vazhdojnë aty, janë të gropat gjithë, Po, sa të fikë shumë. Me isëm më mirë për mua. Mi gjenë të tjerët. Sa kesh më ka bërë kjo ilaçi këtu. Sa janë gjasat që ti mund të ma lesh këtë afër krevatit tim? Baligjen me? Hë? Baligjen? Po, Pa më le aty, jo. që mos hesh qizve. E valdi edhe sa ju ke dera për bak. Po. Hajnë mos bëj kot, sigur se di. Qa valigje? A ndjeni që do ta gjej sot Goldin? Keni një ndjesi, ha? Duke se e pash në ndër, sikur E dole pe me në një gold në dorë. Ti, Zhaku? Po, E ndjen kështu? Ke një feeling? po, nuk e ndjej me thënë drejtën, por ta uroj, po e manifestoj. Ashtë manifesto. Po e kujdes se këto manifest. manifestimet e tua nuk funksionojnë. Sara me gold. Mirë. Bëje disa herë gjatë ditës, luta. Sara me gold. Ika. Puna mbarë. Ndis ti se kam që këto. Faleminderit. Ose Potencial nuklear, po? jo, në rast se flasim se për potenciale kanë ato, po flas në rast se ke një lloj si e thash fjalën mos e mhiku prapë. Treatment. Për Threat, po thotë. kërcënim, në rast se jemi se Kërcënim. luftrat normalisht edhe ato në negociatat edhe aleancat bëhen për frikën e një kërcënimi të një lufte hipotetike, ëh? Po. Kështu që unë them që jo unë them, po Unë e kisha pyetjen diku tjetër. Ku e kishe, faktikisht, mos e humba? E kisha shteti dhe privati, si kombinohen aty, se kjo është shumë e çuditshme që shteti i subvencionon privatët për të bërë investime qoftë edhe jashtë vendit. Këtë nuk e di a ke dëgjuar, por më ka bërë shumë përshtypje, që shtet dhe privat bashkëpunojnë, sigur të ka një organizëm për të Po ajo hyn te kontroll, ajo hyn te kontrolli, nuk hyn tek liria e veprimtarisë së privatit. Po ajo mund të jetë kontroll, po ajo është dhe bashkëpunim. Patjetër që është bashkëpunim, por në kontrollin e shtetit. Kontrolli i them unë kur ai të kontrollon, kurse kur ai të ndihmon dhe ecin të dy bashkë është bashkëpunim. Ja, po, të kontrollon. Jam dakord me Blerin. Kontrollon. Është ndihmë
Kam edhe shembull në Itali. Aty flasin për autocensur, pastaj më kupton ose Shiko, po çdo autodalim shtet kontrollon, se për çfarë ajo është pak më kapilar se si problematik. Se ato të ndihmojnë në rast se kanë lirinë Por e ama nga ana veprimtarisë. tjetër, më fal Blerina që të tregoj. Unë shikoj që këto shtetet që janë independente, që nuk kontrollojnë me këto krijojnë ekonominë e vet, gjithë ata që kanë fuqi në dorë. Dhe diferencohet shteti nga shoqëria, është absurde, po ndodh kjo. Politika po ikën në një krah kurse ekonomia dhe njerëzit nga krahu tjetër. Zdingu të më qife nga politika, se do bëhet politika pronari gjithë pronar. Po aty flasim pastaj bëhet monopol. Jo, aty nuk flasim për si monopolit. Me ne nuk flasim për investitorë, aty flasim për oligark. E pra, po shikoj këtë kontrastin pak se është shumë interesante ta shohësh tjetrin në mënyrë pejorative dhe veçën ndryshe. Po njerëzit s'po din ku të futen në gjithë botën nga politika. Të pasur. Nëse, e dëgjuat se çfarë kapaciteti ka kjo vajzë që e ka mbajë gjatë gjithë kohës dhe vazhdon ta mbajë për vete. Votoni Blerinon. Votoni Blerinon. Nuk e ka Brikena, ka Blerina. Që ta shpreh këtë, të bëj muhabet për këto tema. Tani që po bie po e nxjerr. Pas dhe komshi Sarën aty dhe është marrë me pikën e Sarës, po. Se duhet është shumë e rëndësishme kjo, me jetu bë muhabet që të nxjerrësh atë që Përgatitur për një temë që mund ma propozosh, për ndryshe do të propozoj temën time. Dakor, mose. Tani do iki të flasi që me 10 mbase më dëgjoj. Edhe unë shkoj një kështu për një inspeksion. Shumë faleminderit, mose. Faleminderit ty. Shembulli është i tillë. Ne do vazhdojmë. Është shumë e këndshme. Vazhdoj me Kinën e me shembullin e Italisë. Po, ju të dy mund të vazhdoni intervistën tuaj. Ditë mia. Ideja është që doli një Ligj. jo, doli një kështu servicio, si quhet, një report Okej, po. Reportazh. nga gazetarë të report. Laj 3. Po, Laj 3. po, një çfarë, po organizimin për kinesë. Aha. Po. Zdia ki po, Livi. Nuk e di, më vazhdoj që ta kuptoja ka Po, pa. praktikisht është sistemi i tyne. Ki parasysh që Tena për shembull ka shumë Me një stolë Blerin. biznese Do pikë të do private. ikit e 10, se do më rafi e soni. Biznese private kineze. Din që shesin kështu Në Itali? Po. Kudo, gjithë Italia. Pra ato gjëra